A nuk të vjen turp më anku? Apo? A nuk të vjen turp për ti për gjendin e imanit që e ki? Apo? A nuk të vjen turp që hala je dhe me do gjunaj që ke ka, së marra për ti hala? Vazhdimisht mshira ti vjen të ti. Nga gjithë thonë të përfshin. Madje nuk mund ta përshkruash se sa është e madhe. Dhe prap je qaj ligo dhe prap je qaj. Ose nuk vjen turp të lavdrohesh, të mburresh, të krenohesh. A nuk vjen turp i Allah Gjellë Gjellaluhu? Kjo duhet me vërtet na turpran për Allah Gjellaluhu ma tepër. Sa na ka mbikëqyr, sa është kujdes për neve, sa është i mëshirshëm ndaj neve. Dhe pastaj përsëri e gjen robën rebel. Përsëri janë kohët për një, do të thotë i tërë trupi është komplet. Një gjemb ka i ngesh dikun atje, apo? Dhe tërë begatia tërnohet, të harohet e tërë mirësia. Ku është turpi për Allah Gjellaluhu ala? Nuk është marrë? Ai ma fal, nuk më dënon për këtë punë. Po fakti që s'm dënon, a nuk është me të marrë çka ki bëa? Marrja s'heket. Po heket gjunahi, heket e keqja, heket dënimi. Po marrja s'ban më ne u hek vllaznia. Din ku je konti, kush je konti apo? Dhe kjo marrën dhe Allah në përditë vazhdimisht. Në kuptimin pozitiv. Në rrafshin pozitiv që kur gjë mu mos me t'jap. Vepse s'ta ka marrë shpirtin apo para se mu fal, ballasht. Ballasht. Vepse s'ta ka marrë shpirtin kur e kon ndonjë gjëna duke bëu, çatër të kam shiru. Apo të ka pa fat për jetë, ballasht. Për që zotitje deri në dek, kur gjë mos me t'jap mu, ballasht. Marrësh me lip mu aftë. Kaj që ka dënë shbegatia aftë. Në sa për ashabëve luft në Bedrit në konë tarifin e Kurejshve. Në Kurejshve në konë. Kër e kam përnu ishtomin, e kam kuptu që kam bo, apo, qëfar kam thënë? Janë betu në Allah në Gjellewala që i ka shpëtu adit. Kanë ju, ose përsham, po, pasha atë që më shpëte ditin e Bedrit të thënë. Të ka pështu Allah, me 10 rarë ke mujtë me shku, apëtën. Me 10 rarë ke mujtë me shku. Ma dje, kur ke qenë në kulmin e gjunahit, apëtën. Që aty? Ku të që je konë? Pe gjunahit, apëtën. Qëfar të qënë të gjunahit? Kur se konë të u falë heqë, apëtën. Ka mujtë me që me lekë në vdekës, bere që të të mëna. Qështë ke shku të ka Allah Gjallahu Ala, Allah në falë të të. Qështë ke shumë dalë Allah Gjallahu Ala, as namaz, as agjerim, as tëube, dytësina, bërlogjet shumë të të. Qështë ke dalë për para të? Kejtë të kam shirua, të ka fatizu, të ka unë fatë Allah Gjallahu Ala, të ka kënë rëpë të mirë tia, o petë për të më shiran, për të mundëse me kuptu dinin, me ngu fene, me ndizu Kurane, me u falë, dhe petë zimarë më ngu, kjo është ka du të cilë të këneva. A ne ka unë e Aswad ibn Yazid, kretë mi falë, Allah Gjallahu Ala, o petë gala së mjeket, se falë po, ku marrë Allah, a ne besimtar është i përgjithshëm. Në besimtar nuk është njëri donë i pa ftyrë. Më nëse mos më shkon në xhenem, mos më ndjej, mos më dha mua, për punë tjera. Po sahi, qëllimi mos ta çon xhenem, qëllimi na shpërblen. I po mbrana vetes tonë në raport me Allahun xhallahu ala kena një turp apo. Ta vjen morë. Çka na ka dhënë që jam të buna apo. Çka na jep vërtetisht si sillemi ne apo. Ka turp tash e kultivon në zemrën tonë. Njohi Allahut me emrin e tij Ar-Rahman. Kur e kupton mirësinë e madhe të tij që të vije përmes këtij emri dhe e kupton dobësinë dhe mangësinë tënde në raport me këtë emër, atë nuk ka tjetër që ka del për kësaj përvecë, me ullë kukën me thonë që turpërojmë nga Allah Gjellewala për këtë qërë po bëjapë. Kush e din brendin tonë përveç të jepën? As kush vëllavë. Kush e din kualitetin e punëve tuja përveç të jepën? Vëllavë veç një namaz të neve, me mujtë me materializu në kualitet atën, del ma i lishë bëke se kjo gotë atën. Me thonë që namazi i fulojnë që kjo është. Përshë me pas mundësi më materializu, apo? A të të kishë më mundësi me dojë para njerëzë? Me ka dhudi qëka? Korë, Allah. Allah në mbullan, Allah Gjellewala në mshiran. E prapë mos më të fru,